Ministria holandeze bën me dije se ka hapur zjarr mbi disa dronë që kanë fluturuar mbi një bazë ajrore në juglindje të vendit mbrëmjen e kaluar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, personeli sigurisë në bazën ajrore Volkel pranë kufirit me Gjermani pikasi dronët rreth orës 19 dhe 21. Personeli i forcës ajrore përdori armë për të rrëzuar dronët. Dronët u larguan dhe nuk u gjetën, shkruhet në reagim, teksa një hetim për ngjarjen ka nisur menjëherë. Ish pjesëtar i njësisë speciale të policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu, është liruar nga paraburgimi në Serbi, ku mbajt që nga 9 qershori dhe u kthye në shtëpi në Kosovë, të premten para mesnatës. Gruaja e tij, Jeta Spahiu, ka publikuar një video emocionale nga kufiri ku doli për ta pritur. Pas kaq shumë dhimbjesh e netëve pa gjumë, pas gjithë asaj bare që bartej vetëm atje brenda, sot më në fund je në shtëpi, shkroi ajo derisa në videon e publikuar shihet duke përqafuar. Spahiu u mbajt në qytetin verior të Serbisë, Subotic, nga 9 qershori, kur gjykata në këtë qytet urdhëroi paraburgosin e tij gjoja për kryerjen e veprës penale, vrasje rënd, në fshatin Banjsk në veri të Kosovës. Lirimin e tij e konfirmoi Ministria e Jashtme e Kosovës, e cila falenderoi institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare për rolin e tyre në lirimin e Spahiut. Bashkëshorti im u lirua më në fund, pas kaq shumë dhimbjesh, pas kaq shumë netëve pa gjumë, pas gjithë asaj bare që e mbajti vetëm atje brenda, sot më në fund je në shtëpi, nuk u dorëzove asnjëherë, sepse e dija që e vërteta jon do të fitonte. Mirë se erdhe dashuria ime, Jetës, ke përjetuar shumë, ke hequr më shumë se çdo kush mund ta imagjinoj, por ja ku jemi sot, bashk më të fortë se kur. Fundi i dhimbjes është fillimi i lumturisë, ka shkruar ajo ndër të tjera në këtë postim në rrjetet sociale.